Kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo nga konventa e mbajtur për prezantimin e programit të PD-s për zgjedhjet e 23 qershorit, Milo shpreh rezerva ndaj koalicionit me Partinë Socialiste, duke e cilësuar këtë koalicion jo më të mirin, por më të domosdoshmin, sepse përmes këtij koalicioni PD-s do të ketë mundësi të marrë pjesë në administrimin e zgjedhjeve, ndërsa në sajt të numrit të votave, PD-s do të mund të jetë pjesë e qeverisë socialiste pas 23 qershorit. Ne e tham në mënyrë transparente mendimin tonë. As kemi kërkuar lëmosh, as nuk do të kërkojmë lëmosh. Gjithçka që është propozuar për të bërë bashkëpunim elektoral midis partnerëve, që është bërë prej kohësh, prej muash, duhet ishte mbajtur fjala. Duhet mos ishte kushtëzuar. Janë një reflektim i mendësive të vjetra për të eliminuar partit aleate. Nënshkruam një marrëveshje e cila është e mirë, por nuk është më e mira e mundshmja që ne prisnim. Në këtë konvent, PD-s ka prezantuar edhe sloganin e saj për zgjedhjet e 23 qershorit, të fitojmë të ardhmen.